E kemi shikuar kështu Future Step dhe storin e përgatitur nga Meritan Mjekiqi, kurse tani këto momente unë kam kënaqësinë. I kam dy të ftuar në studio. Burakin edhe Lapin e grupit Pama. Përshëndetje Misel. Përshëndetje. Kështu që Buraku grupi Pama është, po Buraku është këtu, grupi Pama përfaqësu si ku janë tjerë. Tjerë me punë. Me puna? Punë natë e ditë. Që të shohim pak e dritë. E kanë Lapin ata si përfaqësues. Do të flasim për videoklipin e ri, domethënë i cili ekskluzivisht promovohet sot. Si gjithë në emisionin Një kafe me Lapin. Kush e ka bo tekstin, kush e ka bo këngën, videoklipin, gjitha këto po i përmendim para se ta shohim. Tekstin e ka bo Amni Qahili, ndërsa këngën e kemi bo vetë, si gjithë që i punojmë këngë studio, ndërsa videoklipin me produksionin Asha. Sa jeni të knaqshëm me videoklipin? Begi të knaqshëm. E keni po kështu në ekran halas e keni po? E kemi po njëherë kemi po monitor të vogël mas, se kemi po se na pëlqej që ashtu që shkeda së ndryshum kur gjo. Oke, unë kom postu edhe në Instagram me njere, kështu që me njere ja fillun komentet, po unë kësha dash këto momente mund dalë edhe me shiku videoklipin edhe mbi gjitha me dëgju këngën. Largësia na largoi u harrua më ne, fajin do të ndajmë në gjys, faj kam faj ti ke, apo fati dëshirë për bot me nënda, qenë ka shkruar në të dy mos me u pa. Që rrëtë të tash. Unë veç njerë kom shiku edhe pa në gjyra, ashtë, mu më pëlqej, ty atë pëlqej. Interesant, veç nuk i pova të shku largë diku që atje, veç të aeroplane, Po s'pat benzin aeroplane. Se aty largësia, po, ku shku t'ju? Shumë argjek, aeroplane tani e lamë që atë veç u sillë. Okej, urime, komplimente. Faleminderit shumë. E di që me njere tash postohet edhe në YouTube edhe mundën edhe pancat edhe ko pasko edhe me dëgju këngën edhe me shiku. Unë e di që ju veç nuk pëndalini. Mramjet shumë ta në për Kosovë, Shqipëri, Macedoni, Malzi, gjithë ka. Po. Qërë po shkojnë? Mirë shumë po shkojnë mramjet nuk pëndalin, po s'pëndalim edhe ne, po do të me realizu videoklipe këngë të reja. Këtë këngë e kemi realizu pak më ndryshe se zakonisht për neve po presin balada shumë, po do të me ndru pak. Tash menoj me realizu edhe nëjë këngë tjetër edhe ma ritmike se kjo. E që ta dashta, tash kjo balad, tash kjo ritmike, tash pianist, tash vera edhe në një ma ritmike, a? Po. Edhe një, tash ajo bashkë kur t'alëshën. Po, rritë. E përmendim dhe me tonë këtë sezonin, këtë atmosferën, edhe ju thatë nuk pëndalin e sa në vend, dhe me tonë që në fakt kështu mos me zgjatë bisede ma shumë, sa pet mas një muj i garan kom ju pasë në studio. Mas një muj e gjysë. Që atëherë menoj me realizu klipin tjetër me një kongë shumë ritmike, ta shqyrëm që po shkon kjo spot i ri. Besoj dhëroj që ka më tash besoj veç del në arkiv, postohet në YouTube, edhe krejt ata që do me pa klipin mund me gjetë në YouTube. Edhe me bo shërë, si gjithë. Shërë, si gjithë. Të janë njësë për visarit, se në ka premtu. Ku jeni këto ditë? Po, këto ditë zakonisht kemi mramje, si gjithë, do me thonë Prishtinë, bërëm kemi qenë Mitrovic, në Pej, si gjithë konë, po menojmë në muajnë maj të jemi në Suedi, nëse veç nuk kemi problem me dokumentacione, po menojmë me dalë pak. Me dalë pak, në për Evropë. Okej, unë përrej suksesit gjithat mirat, falenderit shumë që promovu sot të emisionin i Kamë Labi videoklipe. Falenderit ty Labi që gjithmonë na i hapë dyrt për të promovuar projekte tona, falenderit gjithë stafit Radio Televizion Nisëni, si dhe kamerman me simpatik që jenë si gjithë një. Kjo sot dipim, nësë të harroj me vëshëndet. Okej, s'na kanë betë edhe shumë minuta, dini në fund të emisionit, Ariana për të plak me pi kafe në adën tjetër, dhe këta në fund të emisionit.